kur ti thu subhanallahu wa bihamdihi. O zot, po na nuk i meditojna. Ti kur thue, për shembull pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka thënë 100 herë ditë subhanallahi wa bihamdihi. Kërejt që të hulumtimet që ka janë bo, këtë me një ven i ka shtu për nësëm dhe ka thonë, ma i madha Zoti, ju të voglini. A kupton ti kur thur 100 herë ditë, sa i madhi jo Zot, për mi menën teme, për mi kalkulimin tem, për mi ment e insanve, për mi ment e gjineve, për mi ment e melaqeve, sa është i madha Allahu Gjellë askush nuk e din. Po të Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, e të gjenë nga djetarët, qenjen e Zotit, veç dikush e di, veç një adi. Dikush nëse do dikush, a ka dikush që e di Zotit sa nalë qkon? Veç dikush e di. Kush është në vezër? Allahu vetë. Kur kush e di vezër, sa larë qkon Zotit unë subhanahu wa ta'ala. Andaj, në surën hadith ka ardhë el awwal wal akhir wal dhahir. Qka dhahir vezër? Dhahiro s'ka për të i Zotit. Kështu ka thonë për një mësëra. Ka thonë, wa ente dhahiru lejse fauka këshej. Dhe ti e mas nalti, s'ka ma nalë se Allahu gjerë.